Nëse do të ktheheshim pas mira viteve, në kohët kur harta e Evropës nuk ishte kufi, kur popujt zhdukeshin e lindnin nga stuhitë e historisë, do të shihnim një fis të vogël, të pathyeshëm, që jetonte mes maleve të Ilirisë së Mesme. Ata nuk kishin perandori, nuk kishin qindra mira, nuk kishin ushtri gjigante, por kishin diçka që popujt e tjerë nuk e patën kurrë, një emër që do të mbijetonte. Një emër që do të bëhej rrënjë e një populli, gjuhë e një kombi, flamur i një identiteti të pathyeshëm. Ky emër ishte Albanoj. Imagjino një skenë, një natë e errët mbi kodrat midis matit e shkumbinit. Erërat përplasen me muret e një qyteti të fshehur, të ngritur mbi një kodër të stërlasht. Në hyrje të tij në një portë të rënd guri dallohet me pishtar një gdhëndje e thjesht, por e shenjtë, simboli i fisit të albanëve. Brenda në për rrugët prej gurit të Albanopolit lëvizin burrat e armatosur me heshta të shkurtra ilire, gratë që mbajnë amfora uji dhe fëmijët që luajnë pranë zjarrit. Askush prej tyre nuk e di se pas mira vitesh ky qytet, ky fis, këto rrënjë do të shndroheshin në origjinën e një kombi të tërë. Por sot ne po hapim dyert të këtij qyteti të zhdukur. Sot po kthehemi aty ku fillon historia jonë. Por para se të vazhdojmë, na ndihmoni të rrisim këtë kanal me një pëlqim të videos dhe një abonim, sepse çdo mbështetje juaja na ndihmon të sjellim histori që askush tjetër nuk i tregon. Dhe tani le të nis rrëfimi. Rreth shekullit të 6 para erës sonë, një historian i lashtë grek me emrin Hekataos i Miletit përmend një fis që e quan Abroj. Sot studiuesit e dinë se kjo nuk është gabim, por thjesht një transformim gjuhësor, një metatezë e zakonshme e dorëshkrimeve të vjetra. Abroj nuk janë askush tjetër veç se Arboj, Arbai, Albanoj. Një prej formave më të hershme të emrit që do të jepte identitet popullit shqiptar. Dhe vendi që përmend ai është pikërisht ky, midis maleve të Krujës, kodrave të matit dhe luginës së shkumbinit. Pra, albanët janë aty, qindra vite përpara se t'i përmendte Ptolemeu, dhe atëherë fillon gjurma. Pastaj kalojnë qindra vite dhe vjen shekulli i dytë i erës sonë. Në Aleksandrinë e Egjiptit, një burr me emrin Klaudi Ptolemeu i ulur mbi pergamen, shkruan hartën më të saktë që kishte parë bota deri atëherë. Dhe aty mes qindra fisesh e qytetesh, Ptolemeu shënon qartë, Albanoj, dhe pak më poshtë Albanopolis, qyteti i tyre. Në këtë moment populli ynë futet në historinë botërore, jo si mit, jo si legjend, jo si hamensim, por me emër të qartë, me vend, me identitet. Ku ishte Albanopoli? Gërmimet moderne zbuluan dy dëshmi të pakundërshtueshme. E para pranë Shkupit të sotëm, në Gornosonje u gjet një mbishkrim i shekullit të parë pas Krishtit, ku një burr thot në latinisht se është me prejardhjen nga Albanopoli. Kjo është prova e parë e gjallë se qyteti ekzistonte. E dyta, në Zgërdhesh afër Fushë Krujës u zbulua një fortifikim i lashtë i lirë me mure të trasha, që tashmë konsiderohet vendodhja më e mundshme e Albanopolit, një qytet i humbur që mbante emrin e fisit ton. Por gjurmët nuk mbarojnë këtu. Një tjetër mbishkrim nga Stobi përmend emrin Albanos, një djalë që prindërit e tij ja dedikuan jetën. Ndërsa në Fonic të Jugut u gjet emri Arbaios, një formë që është qartësisht e lidhur me emrin Albanoj. 3 dëshmi, 3 qytete, 3 prova që krijojnë një hartë të pastër etnike të fisit të albanëve në Ilirinë e Mesme. Kur hyn mesjeta, gjurmët nuk zhduken. Në shekullin e 7, Gjoni i Nikiut i quan Arbantaj.
Bizantinët e shekujve 11 dhe 12 i quan Albanitaj dhe Arbanitaj. Latinët i shënojnë si Albanenses dhe Arbanenses, slavët si Arbanasi, osmanët si Arnaut. Të gjithë këto emra e të gjithë këta terma janë forma të së njëjtës fjalë. Albanoj, pisi i lirë që mbante në vete fillin e pandërprer të shqiptarëve. Askush tjetër në Ballkan nuk ka një vazhdimsi të tillë. Askush. Dhe pastaj vjen një element që pak njerëz e dinë. Në vitin 1879, Panajot Kupitori, një shkrimtar Arvanitas, shkroi një vepër që sot thuajse askush nuk e përmend. Ai vuri re se emri Alban shfaqet në 3 vende të ndryshme të botës së lashtë, në Iliri, në Kaukaz dhe në Itali. Sigurisht, Albania e Kaukazit nuk ka lidhje direkte me ne, por ajo e Italisë është thelbësore. Alba Longa, qyteti themeluar nga Askanio, djali i Eneut, përmendet nga Virgjili si vend i etërve Alban, Albani Patres. Kupitori shtron një tezë tronditse për kohën e tij, se ilirët, epiriotët dhe albanët e Ilirisë kanë qenë trungu etnik nga i cili u formuan edhe italikët e hershëm. Ai sugjeron se lëvizjet nga Iliria drejt Italisë kanë qenë shumë më të vjetra se sa janë pranuar, dhe kjo ide lidhet me një fakt historik: etruskët, tuskët, toskanët dhe emri Tosk nga jugu i Shqipërisë. Ngjashmëri, rastësi apo lidhje e lashtë kulturore. Në mes të gjithë kësaj historie del një fakt i pastër. I vetmi popull në gadishullin ilirike në Ballkanin e sotëm që ruan formën e emrit të lashtë ilir është populli shqiptar. Albanoi, Arban, Arbër, Arbëresh, Arvanitas, Albanian, shqiptar. Ky zinxhir është i padiskutueshëm. E vetmja gjë që ndryshon është koha, emri mbetet. Por ajo që jep edhe më shumë peshë këtij rrëfimi është se ky popull, fisi i albanëve, jetonte në një nga zonat më të rëndësishme strategjike të Ilirisë, mbi kodrat ku më vonë u ngrit kruja e Skënderbeut. Pranë rrugëve të vjetra që lidhnin Durrësin me Shkupin, në zemër të territoreve që sot janë zemra e Shqipërisë. Kjo nuk është rastësi, kjo është vazhdimsi etnike, kulturore dhe historike. Por për ironi, sot aty ku dikur qëndronte qyteti i Albanopolit, ka vetëm ferra, gur të rënuar dhe heshtje. Një vend që duhet të ishte simbol i prejardhjes son, është lënë në harres. E megjithatë, çdo gur e atyre mureve është pjesë e gjakut ton, një historie që nuk mund të fshihet as nga koha, as nga politika, as nga propaganda e askujt. Albanët nuk janë mit, nuk janë përrall, nuk janë shpikje nacionaliste, janë populli i parë i dokumentuar që mbart identitetin ton, dhe prej tyre kemi ardhur ne. E sot kur e shikojmë këtë histori me sytë së vërtetës, kuptojmë një gjë. Nëse një popull ka mbjetuar 3000 vjet me të njëjtin emër në të njëjtën tokë, me të njëjtën gjuhë, atëherë ky popull nuk mund të shlyhet, nuk mund të mposhtet, nuk mund të zhduket, sepse është autokton, është ilir, është shqiptar. Prandaj kur themi ne jemi pasardhës të ilirëve, nuk e themi për patriotizëm të zbrazët, por sepse në çdo burim antik, në çdo mbishkrim, në çdo dokument, gjendet i shkruar emri i të parëve tan. Albanoi, dhe ky emër rron në ne, rron në gjuhën ton, rron në historinë ton, rron në kombin ton. Nëse ky rrëfim të bëri të mendosh, të tërhoqi, të emocionoi apo të dha krenari, na shkruaj në komente. A do të duhej Albanopoli të rikthehej dhe të bëhej një nga qendrat arkeologjike më të rëndësishme shqiptare? Dhe, si gjithmonë, ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.